duhet ta heq këtë ose ta rregulloj. Pra, po flisja që ai ka dalë me të gjithë shokët, po i quaj kushtimisht kështu, nga akta akuza e parë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Sinqerisht kërkoj falje, po i lus regjin që t'jem pak të kujdesshëm se po e dëgjoj vetën. Ai ka dalë së bashku nga objekti i dhomave të specializuara me shokët të cilët i quajta kështu nga akta akuze e parë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, por në qendrën e paraburgimit në Scheveningen ai nuk do t'i gjej edhe të bashkakuzuarit nga rasti i dytë, për shkak që tashmë asnjëri prej tyre nuk ndodhen aty, as Bashkim Smakaj dhe Fadil Fazliu që kishin mbetur të fundit pas lirimit me kusht në muajin 10 të Isnik Ilajt, dhe po ashtu për faktin se edhe i bashkakuzuari i katërt i tij Hajredin Kuqi ishte mbrojtur me liri, ishte mbrojtur në fakt në liri dhe me kusht qysh nga fillimi i këtij procesi në dhjetor të vitit 2024, kur ndaj tyre ishte ngritur akt akuza e dytë për tentim pengimit të administrimit të drejtësisë. Dhomat e specializuara të Kosovës vetëm pak çaste kanë publikuar tashmë edhe njoftimin zyrtar ku konfirmojnë lirimin me kusht të Bashkim Smakajt dhe të Fadil Fazliut nën garancim financiare të cilën ata e kanë ofruar edhe më herët, por po ashtu në përmbushjen e kushtit kryesor që kanë më tepër se 1 vjet e 3 muaj në qendrën e paraburgimit, që do të ishte minimumi i dënimit nëse ata shpallen fajtor për veprën penale tentim pengimi i drejtësisë. Bashkim Smakaj ka ofruar dorëzani garanci financiare prej 50.000 eurosh, ndërkaq që Fadil Fazliu prej 40.000 eurosh, njësoj sikurse Isnik Ilaj, shumë kjo do cilën rrezikojnë ta humbasin dhe do detyrohen që dhomat e specializuara ta sekuestrojnë nëse shkelin ndonjë nga 14 kushtet nën të cilat ata janë liruar, pra me kushte që janë paraqitje përjavshme në stacionin policor të cilën ata e zgjedhin dhe ja tregojnë natyrisht edhe regjistrit, dhe po ashtu janë të detyruar që për çdo lëvizje, çdo dëshirë që të lëvizën jashtë Republikës së Kosovës, ta njoftojnë regjistrin, për shkak që i ja dorëzojnë edhe pasaportën dhe gjitha dokumentet tjera identifikuese qoftë të Republikës së Kosovës apo edhe të Republikës së Shqipërisë, në këtë rast me qenë se njëri prej tyre e mban edhe këtë pasaportë dhe po ashtu të gjitha mjetet tjera të udhimit. Përveç Smakajt dhe Fazliut, po ashtu me kusht është liruar edhe Haxhi Shala, i cili ka qenë i dënuar në fakt me 3 vjet, po ashtu për veprën penale pengim i drejtësisë, i cili si asnjëherë tjetër, pra është rasti vetëm i gjykatës speciale e ka pranuar vet fajsinë në vitin e kaluar, pra në dhjetor të vitit 2024, 1 vit pasi ai ishte arrestuar, pra në dhjetor të vitit 2023, mirë po ai është liruar me kusht pothuajse 1 vit më herët, pra 11 dhjetori i këtij viti 2026, sipas gjykatës speciale që na konfirmuan edhe letrën që ajo ka dorëzuar kryetarës së kësaj gjykate Katerina Trëndafillova, të duhet të lirohej, mirë po ai është shprehur i penduar, duke qenë se vetë Trëndafillova në dhjetorin e vitit kaluar i ka treguar Haxhi Shalës që ai ka përmbushur kushtet për të liruar me kusht, në fakt e ka përmbushur kohën, por nuk ka shprehur pendes për një viktimë të vetme, të cilës është dashur që t'ia paguaj edhe 400 euro çdëmtim, meqenëse Haxhi Shala ja ka dorëzuar këtë letër të pendesës së tij për këtë viktimë presidentës së dhomave të specializuara, së bashku me premtimin që është i gatshëm të tregojë se është i penduar në secilin rast tjetër që i vije kjo mundësi, dhe natyrisht përgjatë gjithë kësaj periudhe derisa të lirohet përfundimisht në dhjetor të vitit 2026, Haxhi Shalës i ndalohet, sikurse edhe të tjerëve paraprakisht, një sër çështjesh tjera, përfshirë deklarimi për media dhe po ashtu kontakte me secilin dëshmitar apo viktimë e cila mundësisht do të paraqitet apo është paraqitur në të kaluarën në secilën çështje të dhomave të specializuara. Ndërkaq meqense po flisnin për Hashim Thaqin, ai pak më herët ka përfunduar se dëgjuari së bashku me Veselin Krasniqin dhe Selimin, edhe mbrojtësin e viktimave Simon Loz, i cili ka kërkuar në fakt drejtësi për 155 viktimat e këtij rasti, i cili ka thënë se kauza e ushtrisë çlirimtare të Kosovës mund të ketë qenë liria, dhe po ashtu ka pasur anëtar të UÇK-s të cilët e kanë kryer në mënyrë të përsosur luftën për liri dhe pastaj për pavarësi, mirë po sipasi ka pasur edhe pjesëtar të UÇK-s që kanë kryer krime ndaj këtyre viktimave, të cilat janë qoftë viktima të drejtpërdrejta të ndalimit të tërthorta, viktima të cilat kanë humbur familjarët e tyre apo viktima të cilat janë shpërngulur me dhunë, dhe po ashtu ka treguar se në mesin e viktimave në dhomat e specializuara të rasti më i madh Thaçi dhe të tjerët ka viktima të cilët kanë qenë ende në barkun e nënës kur ka ndodhur lufta, pra nuk kanë lindur akoma apo kanë qenë vetëm 1 vjeçar, që ka treguar se viktimat e këtij rasti i kanë humbur prindërit e tyre para se ta kishin të drejtën në fakt për pasur prindër në këtë botë. Simon Loz nuk ka shprehur ndonjë shumë se sa do të ishte çdëmtimi ndaj
e këtyre viktimave, pavarësisht se ka përmendur këtë duke cituar edhe aktgjykimin e Pjetër Shalës për zhëmtimin e viktimave dhe po ashtu për dënimin e tij pra për krime lufte që është bërë, i cili tashmë është i dënuar me 13 vjet dhe apeli po ashtu ja ka refuzuar edhe kërkesën për të mos qenë i detyruar që t'i zhdëmtoj viktimat. Ai duhet ta bëjë këtë me patjetër, sikurse Sali Mustafa thjesht ka thënë që pavarësisht se cili do të jetë fati i 4 akuzuar, ai do që dhomat e specializuara ta njohin statusin e këtyre viktimave në këtë rast. Faleminderit për këtë